tretej çdo ditë para syve të mi. Bebja nuk ishte më rrahje zemrës. Ai të detyroi të bëje e çuna të tjerë në praninë e tij. Si përfundim u vetë vrau. Ai ishte i peshës sime, pse unë nuk ja dija. Kaq që dashur që ti të rilidhesh me jetën. Ky nuk është një podcast, është një hapësirë ku e vërteta del pa filtra, pa sensacion. Si e kujton atë moment? Më tregoi Arman, largimi nga jeta, kurse për mua aty filloi jeta. Ose fakti që mund të kërkoj babain tim te çdo mashkull në një mënyrë të pavetëdijshme. Ti e humbe fëmijën nga dhuna dhe prindrit e tu të thanë ktheu prapë te ky. Është një gjë normale, ti do bësh fëmijë prapë. Do bësh fëmijë tjerë edhe pse kishe ngrënë shkelmin në bark. Ai ishte një njeri keq, më mbante peng. Çfarë bën një narcis është që kërkon të të modifikojë si person, kërkon të të vendosë një identitet tjetër. Kur shkonte e merrte babi, nuk kishte hequr çorapet mbi një muaj e gjysmë. E mendonin e flisnin për të ardhmen bashkë. Në atë të parë unë dhe Kristi nuk jemi lidhur asnjëherë. Kristi thotë që gati një vit ju keni qenë bashkë. Më vjen keq, por jo, duhet të dini edhe këtë anën time. Këtu ndajnë histori që nuk ja thënë kurrë më parë. Momente që nuk janë rrëfyer as njerëzve më të afërt. U dashurua me dikë. Ishte e martuar. Në muajin e 4, mua ma merr vesh burri. Përshtynte në fytyrë dhe mos i mbyll syt. Më shiko kur unë të përshtyn fytyrë. Ke pasur ndonjë ndjenjë neveriti ndaj vetes? Më tha që po, kam qenë me eskorta, gjatë kohës që unë isha shtatzan, me bebin që hum me vitin e kalum. Këri pasur mbrojtje, nuk ka ngritur njëri zërin, kështu që ti nuk ka asnjë lloj faji fare. Nuk e pranojnë që me gruan të bëjnë disa gjëra që i bëjnë me dashnoret. Në jetën tonë diçka nuk është jetuar. I ka lënë shumë të pa eksploruar një pjesë tjetër që mund të pëlqejë edhe ajo. Këtu ndodhin biseda që zakonisht shmangen. Vajza ime e madhe, pothuajse 17 vjeç, pati një abuzim seksual. Ishte një rit magjie me flokët e bebit, ka qenë një shpërthim gjigant. Nuk i veja shumë rëndësi jetës reale, po jetës imagjinare, sepse unë isha futur një fluck që shija vetë iluzionin e momentit. Dhe motra u ftov gradualisht apo u ftovët më njëherë? Gradualisht. Tani çfarë marrëdhënie jeni? Flisni? Nuk flasë fare. Nuk dua të kem më kontakt me ju. Juve jeni toksik, nuk më keni respektuar. Natyrisht do kesh dhe fantazmat e tua dhe ti, se nuk ikin ca fantazma. Por që i ballafaqo dhe fantazmat e di që kur të del fantazma nga dollapi, ti e di që është fantazm dhe i flet fantazmës dhe pastaj e çon aty ku e ka vendin. E pash që babi nuk ishte aty. Nuk kisha parë kurrë një njeri në ato momente, por e kuptova që babi kishte ikur. Dhe besimi në mjekësitë në shkencë ishte zero, kështu që thjesht jam kthyer dhe jam lutur shumë. The Dalina Show është terapi publike, e vërtet, e drejt për drejt. Babi t'i vëj faj vetëm burrin. Mallkuar qof dita, tha, unë e thash po. Unë nuk dua të vazhdoj të jetoj kështu. Dhe pas kësaj vjen divorci. Mund të jetë një rrugë për të njohur më shumë veten. Njerëzit nuk flasin për seksin, nuk flasin për seksin shumë. Isha një femër që nuk është e aftë të tërheq bashkëshortin. 10 herë në 20 vite, 2 herë në vit. Dhe mos shkojnë në terapi. Nëse do isha në një dhomë me 10 njerëz, me 10 meshkuj, 9 të shëndetshëm dhe një që duhej ai problematiku. Mund të shkoj patjetër që të zbuloja çka kishte ai, të merresha me atë. I'll fix you. I'll fix you all my life. Unë kur jam pa punë apo kur i kot, kam atë ndjesim se kur do vjen depresion. Pse dikush bëhet workaholic, është edhe për të shmangur afeksionin edhe intimitetin. Ndodhi, sepse jeta është me shanse, me mundësira, si themi, jeta është një surprizë gjithmonë, që të shkoja në Belgjik. Njerëz që vinë për të folur dhe largohen të transformuar. Kjo intervistë sot nuk do ta kisha bërë për 100 vjet, nuk kisha dalë me fytyrë përpara asnjë njeriu, por tani çfarë do gjej them po. Për një gjë mbajeni me vete që në gjitha historitë, ata që kanë dashur ndryshimin kanë ndryshuar. Ata që kanë dashur të punojnë me veten e tyre kanë punuar. Zgjedhjet e tyre asnjë nuk është penduar. Unë e di që do gjykohem shumë në këtë podcast. Nuk ka problem, mos të tërë gjykojmë këtu. Shumë e bukur të thuash që isha gabim. Unë preka sepse më vjen keq edhe për meshkujt shumë. Burri me kujdes kur investon. Historia më është 75 e gjata është shumë e bukur. Me që ke gjithë skema, me këto skema s'ke për gjithë burr.